Situata e motit në qarkun e Kukësit në 24 orët e fundit është përmirësuar, ndërkohë që prej orësh strukturat e vendore dhe ato të mbrojtjes së civile kanë qenë në gatishmëri të plotë, duke ndjekur nga afër situatën e krijuar nga rishjet e shiut, që kanë përfshirë pothuajse të gjithë territorin e qarkut Kukës. Autoritetet vendore dhe subjektet kontraktore po monitorojnë në mënyrë të vazhdueshme situatën, duke kryer pastrimin e të gjitha akseve rrugore nacionale dhe garantuar çarkullëshmërinë për automjetet. Sipas prefekturës së Kukësit, pavarësisht rënies së gurëve dhe inerteve në disa segmente, rrugët nacionale janë mbajtur funksionale falë ndërhyrjes së shpejtë të ekipeve në terren. Furnizimi me energji elektrike është i stabilizuar në të gjithë qarkun me përjashtim të fshatit Skavic në njësinë administrative Ujmisht dhe fshati Vi në njësinë administrative Bushtrisë, Bashkia Kukës. Ndërkohë, bashkitë Kukës, Tropoj dhe Has nuk raportojnë emergjenca tek popullata, ndërsa furnizimi me ujë të pishëm vijon normalisht sipas orave të përcaktuar nga Drejtoria Rajonale e Ujësisë Kanalizimeve Kukës. Prefektura e Kukësit vijon monitorimin dhe komunikimin e pandërprer me strukturat e mbrojtjes së civile të 3 bashkive dhe ekipet e emergjencave për marrjen e masave të nevojshme në çdo rast të mundshëm.